mos e djeg pyllin. Këshilla për të mbrojtur pyjet nga zjarret. Mos ndis zjarr në natyrë. Zjarri për piknik është rrezik i madh, sidomos në verë. Në pyll ndalohet, mos hill cigare. Cigaret e ndezura ndezin pyjet. Fike plotësisht para se ta hedhësh. Mbaje natyrën të pastër. Degët e thara, bari i djegur, mbeturinat janë ushqim për zjarrin. Ndihmo duke pastruar mjedisin. Njofto me një herë numrat si më poshtë. Nëse sheh tym ose flak, ka shumë rëndësi kjo. Thirr 123 128 zjarr fiksit ose 112 policin. Thirr 127 urgjencën në rast nevoje për ndihmë. Respekto tabelat paralajmëruese. Aty ku shkruan ndalo zjarrin, bëje, është për sigurinë e gjithëve. Eduko dhe ndërgjegjëso të tjerët. Fol me familjen, miq dhe fëmijët për rrezikun e zjarreve në pyje. Pyjet janë pasuria jone e përbashkët. Le t'i mbrojmë bashkë ato. Mbrojtja e pyjeve nga zjarret është thelbësore për ruajtjen e natyrës, biodiversitetit dhe klimës. Këtu janë disa këshilla praktike dhe të rëndësishme për të parandaluar dhe luftuar zjarret në pyje.